ju deri në një periudhë pa ashtu kishit menduar që kishit veç një vëlla. Vetëm një vëlla. Por pas sa vitesh kuptua që keni edhe një motër, apo? Kemi dhe babai, ka qenë student në Gjermani si shtashte, ka dashur një vajzë. Dashur një vajzë, që unë e kam takuat ish vajzën nusën, ose të dashurën e babit, gje një fjalë ma, kam shku në Hamburg e kam takuar. Ajo më të regon të fotografit dhe ftesat e dasmës. Por babi u thrit urgjent nga qendra dhe u detyrimisht do të vite, kur triste shteti s'kishte. Edhe e kam takuar, ka ardhë babi, kur ka dalë babi, shok klase i babi ka qenë shefi i sigurimit të ambasadës Gjermane në Tiranë. Ai na i gjeti vajzën, babi kishte një vajzë, mamaja e ka ditë gjatë kësaj kohe. E ka qenë me vizion, ai nuk ka qenë patriarkal. Ka qenë burë njëherë fliste dhe... Por që e gjetëm motrën, që e një gëzim i madhe, erdhi motra. Kur unë më martova, vajzën të parën e lindim, po diskutojt e puna e emrit, si t'ja vejmë emrin. Babi shë shtëri, diku këto. Helga do t'ja vejmë emrin. Helga kështë qenë ish shoqja e babit. Dhe ju pajtuat me këto, i latë vajzës emrin Helga. Helga. Që po e gëzonde sot e kësaj dite. Helga më duket po shkon në gjurmet e gjyshit dhe ajo ka marrë drejtsin. Sa mirë. Marrë drejtsin. Me muzikën nuk Shife, Berona, me muzikën kishte pasion, është provuar shumë herë, po unë as nuk e ndalova, as nuk e shtyva. As nuk e shtyva. E ke lënë të lirë, ta kam lënë të lirë, zjodhi këte. Kaq. Pastaj djali Gjoj është marrë me sport gjithë jetës. E ka lënë tash, nuk arrit shkojtë e ma lartë. Ka marru gjutë e ujat, mesmen dhe të lartën. Sot është steward. Me ujizin, po, është steward, punon, i rregullt, i mirë. Shu që puna, nuk e di, a jam i sakt në përgjigje, sepse përballë në emisionet e pasditës do të me qenë me vërtet, do të me qenë shumë i sakt në shprehi, sepse do të gjesh dhe edhe jemi një komp, jemi shqip, edhe nga njerë disa fjalë nuk na bashkohen. Ka problem se kuptohemi, me rëndësi është që të mos keq kuptohemi, dhe e bukura është që jemi një transmetim të drejt për drejt, tu fjalët nuk shtrembrohen, kështu që jemi në rregull. Çfarë babai është bujari në raport edhe me vajzën edhe me djalin, në mënyrën se si ata janë rritur në një shtëpi, edhe nga aspekti gjinor, sa ka qenë për ty e rëndësishme që ata të rriten në mënyrë të barabartë?